Tani mbaj nervat, po dhe si mba ndot për vëlla. Tani një abuzim direkt, bileta e linjës Korçë Tiranë, nga 7.000 lekë të vitra, autobusi bëhet 10.000 lekë. Direkt 3.000 lekë, sepse është rruga e gjatë, është rruga e vitër e Gnatja dhe bie më gjatë, do me them. Po ku i kanë faj qytetarët, prap qytetarët do të angullni juve. Po çdo me them kjo më? Po këto ti jap shteti, ore, se nga shteti bëhet, rrugët e shtetit, njerëzit paguajnë çdo gjë. Pse duhet taj qytetari për çdo gjë? Dhe në vend që të ngrihemi ne tani, të ngrihemi më këtu, duhet ngritur më opozita, ku diun tani këtu në Korçë për bllokim të rrugëve për të tëra, duhet ngritur në protesta, ku diun. Sidomos kjo ngritje e kësaj tani. Çdo me thënë kjo më, ja fut qytetarit gjithmonë më. Po tani, ishte 6.000, kur u bë Covidi, u ngrit 1.000, 7.000. Tani, direkt, abuzim, direkt. Pse? Se bie më gjatë rruga Gnatja, shtohet e 3.000 leka, bëhet 10.000. Turp për zotin, turp i madh. Ka shtet këtu. Tashi do ndryhy shteti këtu, çfarë do ndryhy shteti këtu? Në kjo bileta direkt tani do ndryhysh ti? O shtet, o mut, o kake, do ndryhysh o mut? Që këtë 3.000 lekë të japësh ti shoferave edhe mos e paguaj qytetari shkret, si të jap 10.000 biletën tani? Tani sa po më thanë që nga 7.000 është për 10.000 bileta. E linjës Korçë Tiranë, edhe Tiranë-Korçë, Anasiltas. Se është rruga me gjatë e Gnatja. Është pedheri dhe shtojnë 3.000 lekë. Turp, duhet reagim, po duhet reagim, duhet reagim. Duhet reagoj shteti, po shteti është një sop mund. Një sop kaki, shtë reagoj shteti. Shteti është sop reagin. Duhet reagojmë ne, qytetarët aty tani. Që na gjeti, turp, për zotin e madh. Duhet bëni diçka, po kjo, gjeshja qytetarit për çdo gjë. Për çdo gjë qytetarit to. Edhe 3.000, nga 7.000, 3.000, gjysmë për gjysmë me ngritën më, 40%, direkt, nga 7.000, 10.000, turp i zotit, turpo për zotin. Ç'është kjo më? Ç'është kjo më? Shteti do ndryhy të thotë po atyre, do ta subvencionojmë ne, çfarë mund të quhet. Po jo qytetarit na vën po ju qipjarë, na vën po mutër, o shtet mut, o shtet kake, o legena. Turp i madh. Për s'ka qytetarë më. Ore këtu, po i përdunojnë qytetarë, s'ka më qytetarë, qarë të është vetë aty të lërisht, të duke shtë budala. Qarë të besh më? Po turp i zotin më, për zotin e madh. Ku që faj qytetarin këtu, që angreti biletin nga 7.000-10.000? Ku që më? Gryet në moment aty, gryet e bete, keni vitet, se që kalojmë aty vetëm gryet, me zhavore, me te, edhe ranë të tëra ato. Se po e vitni këtë shtetë, se po e beni këtë vend, këtë Shqipëri. Vetëm vit zhavor tu, vit qaku, vit gur, vit to, të tëra, po e shkatruat. Me themel e shkatruat. Edhe në fund fare, qytetarit, 3.000, nga 7.000, 10.000. Zoti u pafte, e Zot të lutem, e Zoti në fudi tërmet, e nja 22 bale dhe qitem, u të zinëzirit i vendi, qelë bësira, që do të paguani, Zoti është i madh, vonon po nuk aron, turp të kini qelë bësira, shtet kake, shtet mut, du dumrat e mutit, du dumra qelë bësira.